e vetmja gjë për cilën më vjen keq është që largimin e paralajmëroi Sali Berisha në sallën e Kuvendit dhe jo ndonjë tjetër. Vetëm për këtë jam e habitur që i doli fjala, për asgjë tjetër. Eliza, je viktima më e parëndësishme e lubis dhe më e merituara në një kohë kur syt e shqiptarëve drejtoshin drejt asaj si kur t'ishte korbe e zezë, në fakt aty afër është, ti na vije si nuse këtu. Të gjithë e kanë nga vetja, Sali. Asnjë nuk e ka nga të tjerët. Të gjithë nga vetja e kanë. Unë nga vetja, ti nga vetja, të gjithë nga vetja. Dhe për veten vetëm mbajmë përgjegjësi mbi këtë dhe. Kështu që ta bëjmë analizën, të shohim se ku jemi e ku ishim dhe të shohim edhe për të ardhmen. Por nëse ti bën analizën e vetës të tjerëve, që sigurisht ti s'ke asnjë përgjegjësi se ti nuk lëviz dot më një gur, jo të lëvizësh njerëz nga qeveria apo vetë qeverinë, por vetja është ajo që na sjell ku jemi dhe vetëm për veten mbajmë përgjegjësi. Për të tjerat mbajnë përgjegjësi ata që i bëjnë. Faleminderit.